parar, si tha, edhe qëllimi jeni vetëm është ta trashëgojmë ne të pastër të bukur siç është te brezat e ardhshëm. Do dëgjojmë disa poezi dhe ese, kryesisht kushtuar këtij aktiviteti pra gjuhës tonë. Në shtëpinë që është bërë kongresi i Manastirit, kanë qenë të mbledhur patriotë shqiptarë, 50 patriotë shqiptarë nga 26 krahina të Shqipërisë, dhe atje u mor vendimi që alfabeti latin të përshtatej për vërmën e gjuhës shqipe. O mallë me shpirtin plot, o vëtëtime i qielli që përfillon me flak, o dielli laftaruar që ndrin si piklot, e ndritur po ndrin me rezet tuaj, po ndrije pa pandehur, o zjarë, me gjura prej flake ti djej, ti flet, ti pret, do të vi pranë një rushe duke vuar, e flakën vraparake me krah do ta marr, po si ku vënd të shkruar do ta qik me duar, o këngë shëntëruar, o verbi larnar, o zjarë që më përflakë së yllve të timtar, o fshetësire ndezur në fill prej shkeftime, kur të këndoj me goj, kur të kuptoj në kartë, po si një pratahur t'i vend, o gjuhë zjarë. Gëgëtorsk Marsialia, janë një komp që mu dazuron, funde maj një ashmia e një gjuhë qith të bashkon. Çdo fjalë shqipe ka një ngrohtësi dhe një origjinalitet që tregon rrënjët tona të lashta dhe identitetin tonë si shqiptar. Shqipja është një gjuhë e pastër dhe melodioze. Prandaj, për të ruajtur pastërtinë e shqipes, duhet të fillojmë nga vetja, të përpiqemi të flasim dhe të shkojmë drejt, të përdorim fjalë shqipe dhe mos të lejojmë që gjuha jonë të humbasë origjinalitetin. Të falem gjuhë shkrepëtim që shkrepën që je i rëmbullon, me bujë pyesh popullon, me gjëmë dhe dhe shpeturon, dhe je si qishe vetë tim. Të falem ty o gjuhë hoj, ty zëthi të nësë qëtësi. Por si vala e bregu të detit, por si gjama e rëfes gjëtare, por si ushtima e një dhurmeti, një ashtua gjuha janë shqiptare. Pra malkue e një ajbir shqiptari që këtë gjuhë të përëndin, trashgimi që në la i pari, trashgimi si alena i fnis. Edhe ati ju thasë po goja, që përbuz këtë gjuhë hynore, që në gjuhë të huaj kur s'është nevoja, fletet veten e le mazdore. Nuk për gjuhë shqipe bota mbarë ka me një njohë se të shpis ju keni. Epoka e teknologjisë ka ndryshuar mënyrën se si jetojmë, mësojmë dhe komunikojmë. Sot fjala nuk udhëton më vetëm përmes librave apo bisedave ballë për ballë, por edhe përmes ekraneve, mesazheve dhe rrjeteve sociale. Sa burra kordëtar ka nxjerrë Shqipëria, më pastaj e më parë që i shkruan historia. Ajo i shkoi zjarrt dhe kish mundime tepër, po sot kënd e kart nuk na duhet tjetër. O burra shqiptar, të marrin diturin. Por ja, erdhi Naimi, si yll mbi ty ecte, dorën e zbeth mbi vallin të vuri, të hishte zajllëkun prej të sëmuri, dhe vdisnin pjesë zat, tha e shimeri mangat, ndiseshin si perla, poezia e madhe. Sot, shumë herë shohim që të rinjt përdorin fjalë të huaja kod në kod, ose shkruajnë shqipt me shkurtime, sidomos në rrjetet sociale. Kjo ndonjëherë duket si diçka e parëndësishme, por në të vërtetë është mënyra si gjuha jonë fillon të humbasë bukurinë. Duhet të jemi të kujdesshëm, sepse nëse nuk e ruajmë ne, kush do ta ruajë? Ruajtja e gjuhës nuk do të thotë vetëm ta flasim, por edhe ta përdorim drejt, ta mësojmë mirë dhe ta transmetojmë tek të tjerët.